Ka nisur sezoni mbjelljeve të pemëve të reja në qytetin e Pogradecit. Puna ka startuar në parkun e qytetit dhe do të vijojë më tej edhe në zonat të tjera brenda territorit urban me synimin për të shtuar sipërfaqet e gjelbra dhe për të përmirësuar cilësinë e mjedisit. Përgjegjësi i ndërmarrjes së gjelbërimit, Luan Balla bën me dije se në këtë fazë janë planifikuar të mbillen rreth 80 fidan të llojeve të ndryshme të përshtatshme për klimën e zonës. Ndërmarrja e parqeve dhe rekreacionit, tani në sezonin e mbjelljeve të drurëve dekorative, filloi punën dhe do jetë në vazhdim për mbjelljen e 88 fidanëve dekorativ, si blin, panjë, unap, dhe zona do të jenë parku i qytetit dhe zona të tjera, si bloku Rinia dhe këto do bëhen zhvillësime edhe në rrugët kryesore. Krahasitet janë bërë pothuaj në të gjithë zonat. Një zonë që na ka ngelur tani rruga kryesore, dhe ajo do ndërhyet dhe besoj brenda një jave ose 10 ditësh mbaron dhe ajo. 80 ka qenë planifikimi, po ne me pemët që kemi kultivuar, do shtojmë dhe disa varietetet të tjera si blin, panjë vendi, vërri, të cilat do t'i vendosim në zonat ku ato përshtaten. Balla shton se paralelisht me mbjelljet e reja po përfundon edhe procesi krahasitjes së pemëve ekzistuese si një pjesë e mirëmbajtjes sezonale. Ai fton të gjithë qytetarët të bëhen pjesë e kësaj nisme duke kontribuar me mbjelljen e pemëve të tyre për një Pogradec më të gjelbër dhe më të shëndetshëm.